Të tjera detaje janë zbardhur nga ngjarja e ndodhur paraditën e sotme në Lushnjë, ndërsa në drejtim të një automjeti është qelluar me armë automatike nga një tjetër makinë. Gjithë ngjarja ka ndodhur brenda pak sekondash në kthesën pranë spitalit të Lushnjës. Nga të dhënat e fundit, mësohet se objektivi i atentatorëve ishte Julian Sula, i njohur ndryshe si Juli Pashakos, një emër i njohur për drejtësinë. Juli Pashakos njihet si një prej rivalëve të Aldo Bares, madje ka qenë i dyshuar edhe për atentatin ndaj Jurgen Hoxhës dhe Zamir Latifit, miq të nipit të Aldo Bares, por para jetuesve, ai deklaroi se nuk kishte asnjë lidhje me këtë krim, ndërsa në anën tjetër, policia nuk arriti të gjejë prova dhe fakte që mund ta implikonin me atentatin. Më parë ndaj Sulës është bërë edhe një tentativë për ta vrarë, pasi ai është dhunuar fizikisht me leva, duke pësuar dëmtime të shumta, por autorët e këtij krimi nuk u zbardhën kurrë. Shërbimet e policisë kanë ngritur pika kontrolli në hyrje-dalje të qytetit dhe po punojnë për identifikimin dhe kapjen e autorëve. Në afërsi të fshatit Lifaj është konstatuar një automjet duke u djegur, i cili dyshohet se u përket autorëve. Policia shpreson që përmes kamerave të sigurisë të hedhë më shumë dritë mbi autorët e dyshuar të ngjarjes.